Mirëmbrëma shikues të nderuar, po ndiqni lajmet në fokus si zakonisht e si fillim ndjekim titujt kryesor. Kryeministri Albin Kurti udhton në Francë, zhvillon një takim me presidentin francez. Macroni pas dite priti shefin e ekzekutivit në pallatin presidencial. Vučići shqetësohet se Kurti do të bëjë kërkesa kundër serbëve. Kryetarja Kuvendit Albulina Haxhiu kërkon diskutime serioze për çështjen e presidentit. Ani pse partia e saj nuk e ka bërë asnjë lëvizje për këtë temë, në anën tjetër PDK-ja do të ketë edhe një diskutim tjetër brenda organeve të saj. LDK-ja e sigurt që përgjegjësia i takon VV-s. Në gjykatën themelore në Prishtinë ka vazhduar gjykimi për vrasjen e Liridona Ademajt, në gjykatore dëgjohet Kushtrim Kokalla. Flet për takimet e tij me Naim Urselin e Granit Plavën, por e mohon se foli me ta për vrasjen e Liridonës. Në një pikë kur u fol për jetën private të së ndjerës, seanca u mbyll për publikun. Një mjeke e cila punon në njërën nga klinikat e QKUK-s është sulmuar nga qente ndacak pikrisht në oborin e këtij institucioni shëndetësor. Gjendja e saj është stabile, megjithatë po shërohet më tutje në klinikën e kirurgjisë plastike. Komuna dhe QKUK-ja ja hedhin përgjegjësi njëra tjetrës për siguri në këtë hapësirë publike. Fitoria historike në Slovaki hapi rrugë Kosovës që për herë të parë të kualifikohet për botror. Me rezultatin triumfues, Dardano do të marrin edhe shpërblimin prej 500.000 eurosh që ua kishte premtuar kryeministri Albin Kurti. Ky vendim aprovohet të hënën në mbledhje. Edicionin për sonte fillon me zhvillime politike. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka qëndruar në Francë, ku është pritur nga presidenti francez Emmanuel Macron në Pallatin Elysee. Lidhur me takimin ka njoftuar zyra e kryeministrit. Kryeministri Kurti theksoi se Kosova mbetet e harmonizuar plotësisht me politikën e jashtme dhe të sigurisë së BE-s. Ai nënvizoi progresin në reformat e gjithënshme, me progres në 35 nga 38 fusha, siç e konstatoi edhe vetë raporti i fundit i BE-s për vendin tonë, duke renditur Kosovën ndër vendet më të suksesshme në rajon. Këtu kryeministri kërkoi mbështetjen e Francës për integrimin evropian të Kosovës dhe për anëtarësimin në organizata ndërkombëtare, thuhet në njoftim. Ndërkaq, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka pretenduar të njëjtën mbrëma në mediat në Serbi se kryeministri Kurti mund t'i kërkojë liderit francez plotësimin e disa kushteve kundër popullit serb. Vučići ka pretenduar se Kurti do t'i kërkojë Macronit që forcat e NATO-s në Kosovë të largohen nga zona kufitare dhe që Franca ta mbështesë kështu që Kosova të mund të sjellë FSK-n në zonën toksore të sigurisë. Gjersa Gjermania ka përsëritur qëndrime rreth asociacionit. Në një përgjigje për gazetën Express, zëdhënësi i ambasadës gjermane ka thënë se për Gjermaninë është prioritet që të shohë hapa drejt themelimit të asociacionit si një detyrim ndërkombëtar që Kosova e ka marrë që nga viti 2013. Ajo ka thënë se asociacioni duhet të themelohet në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, prandaj duhet që gjykata kushtetuese të përfshihet në vlerësim para zbatimit. Për Gjermaninë është prioritet që të shohë përparim në zhvillimin dhe zbatimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, që ka qenë një detyrim ndërkombëtar që nga viti 2013. Shpresojmë të shohim diskutimet e nevojshme dhe më pas përparim në krijimin e asociacionit. Dhe sigurisht, çdo zbatim i asociacionit duhet të jetë plotësisht në përputhje me Kushtetutën e Kosovës. Për këtë arsye, gjykata kushtetuese duhet të përfshihet për vlerësim para zbatimit, ka thënë ajo. E një çështje me prioritet për Kosovën është ajo e presidentit. Mirë po ndonë se prej 2 ditësh po rrjedh afati kushtetuesës, akoma nuk janë ndërmarrë veprime konkrete. Sidoqoftë, kjo temë do të diskutohet javën e ardhshme në mbledhjen e kryesisë, ndërsa nga PDK-ja mohuan se kanë ofertë nga Kurti për të parin e shtetit. Pas 16 ditëve blokad, kushtetuesja hoqi masën e përkohshme ndaj çdo veprimi të legjvënësve. Por edhe pse afati 34 ditor që ju dha atyre për zgjedhjen e presidentit po rrjedh që 2 ditë, legjvënësit duket se nuk e kanë aq prioritet. Megjithatë, kjo temë do jetë në tryezin e diskutimit të kryesisë së Kuvendit, e ftuar për të hënën nga kryetarja Albulina Haxhiu. Mendoj që orientimi jonë duhet të jetë pra në 2 drejtime. Së pari që t'i adresojmë të gjitha përgjegjësitë që kemi në raport me agjendën legislative, por edhe çështje tjera, dhe e dyta në drejtim të përpjekjes për arritje të konsensusit për ta zgjedhur presidentin apo presidenten e vendit. Kjo s'tregoi se kanë gatishmëri për të tërhequr nënshkrimet për konjufsën e Kolçakun, por shtoi se nuk e ka mbyllur seancën kur këta dy ishin kandidat.
Unë mendoj që kjo çështje i takon niveleve dhe grupeve parlamentare, diskutimeve që do të bëhen në këtë drejtim. Në anën tjetër, në ditën kur ne kemi pas përpjekje për ta zgjedhur presidentin e vendit, pra më 5 mars konkretisht, në qoftë se i rikthehemi asaj seance, unë kam thënë në fund që seanca do të vazhdoj kur të plotësohen kushtet për këtë. Pra unë nuk e kam mbyllur seancën, unë e kam ndërpritur atë, sepse natyrisht që ka dallim, edhe nëse bazohemi në gjykimet e mëparshme të gjykatës kushtetuese. Haxhiu shtoi se kryeministri Kurti do i thrasë sërish në takim partitë opozitare për të diskutuar rreth kësaj teme. E një ditë më parë u raportua se shefi i qeverisë i ofroi PDK-s postin e presidentit, por kjo u mohua nga ky subjekt politik. Ditëve në vazhdim do të kemi mbledhjen e Këshillit Drejtues të Partisë për të marrë qëndrim dhe për të parë se cili do të jetë qëndrimi lidhur me zhvillimet e fundit, por nuk ka asgjë të vërtetë në spekulimet të cilat janë publikuar në disa prej mediave të Kosovës. Ndërkaq kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku i theksoi të premten në një takim me zëvendës drejtorin menaxhues për Evropën Perëndimore në Shërbimin Evropian për Veprim të Jashtëm se përgjegjësia për ta zgjedhur këtë problem i takon shumicës. E diskutime me të zhvilluan edhe krerë të tjerë nga partitë politike opozitare në Kuvendin e Kosovës. Për çështjen e presidentit ka diskutuar edhe grupi parlamentar i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Sipas njoftimit, LDK-ja vlerëson se aktgjykimi ka sjellë qartësi të nevojshme juridike dhe ka rikthyer procesin në kornizën kushtetuese, duke përcaktuar rrugën që institucionet duhet të ndjekin në vijim. LDK thekson se çdo veprim politik në këtë fazë duhet të udhëhiqet nga përgjegjësia shtetërore dhe jo nga kalkulimet partijake, ndërsa kërkon që proceset institucionale të zhvillohen në frym bashkëpunimi. Në komunikat vihet theksi edhe te roli i presidentit, për të cilin LDK konsideron se duhet të jetë figurë unifikuese dhe mbi palët politike. Grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosja, Arbrien Agavsi, ka thënë se subjekti politik nuk mund të tërheqë kandidatët e propozuar, gjersa paralajmëroi intensifikim të bisedimeve për presidentin. Të mbetura natyrisht do të intensifikohen takimet edhe bisedimet, sepse si Lëvizja jemi të interesuar që të shmangim edhe një palë zgjedhje të reja. Pra nuk mund të presim nga Lëvizja që ne sot të themi se do të rrekim kandidatët tonë, ndërkohë që nuk është ndëgjuar asnjë emër tjetër i përveçëm për të cilin ne do të mund të diskutonim e të bisedonim. Pra, unë pres që, si që thash, edhe krerët e dy partive tjera politike, të PDK-s edhe të LDK-s, përveç pjesëmarrjes në takime, të jenë të hapur e transparent, edhe me qytetarët, pra cilat specifikisht do të mund të ishin kërkesat e tyre. Zëvendës ministri i punëve të jashtme dhe diasporës i Republikës Kosovës Kreshnik Ahmeti dhe ministri i punëve të jashtme në detyrë i Republikës së Panamas Carlos Hoyos kanë nënshkruar marrëveshjen për heqjen e vizave për pasaporta diplomatike dhe zyrtare. Në njoftimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës, bëhet e ditur se ka nisur diskutimet për liberalizimin edhe për pasaporta të rregullta. Republika e Kosovës dhe ajo e Panamas kanë shënuar një hap të rëndësishëm drejt fillimit të marrëdhënieve dypalëshe përmes nënshkrimit të marrëveshjes për heqjen e vizave për mbajtësit e pasaportave diplomatike dhe zyrtare, thuhet në njoftim. Flasim tani për informacione nga drejtësia. Fjalët përfundimtare për rastin e vrasjes së Liridona Ademajt do të mbahen në mes të prillit, gjersa në seancën e sotme i akuzuari Kushtrim Kokalla tregoi veç të tjera se kishte hyrë në kredi për Naim Urselin. Edhe të premten vazhdoi seanca ndaj tre të akuzuarve për vrasjen e Liridona Ademajt. Pas përfundimit të dëshmisë së Naim Urselit e Granit Plavës, tash ishte radha që të dëgjohet edhe Kushtrim Kokalla. Ky i fundit, që dyshohet se i njoftoi bashkëshortin me dërasin e gruas, deklaroi se në policia akuzuan se ishte kryesori i ngjarjes. Treguan se më kanë arrestuar. Më thanë se ti je kryesori në këtë punë edhe pse se ke ngrej gishtin, ti e ke bërë të gjithë skenarin.
Kokalla mohoi se ishte ndërmjetësues mes të akuzuarve, por pohoi se ishte takuar me Naim Murselin gjatë ditës kritike. Megjithatë, shtoi se bisedat mes tyre s'kishin të bënin me veprën penale që po ju ngarkohet. Arsyeja ka qenë, sa më duket mua, sa për me mbajt afër se me herët jam mirë. Arsyeja ka qenë sa me mbajt afër për shkak se me herët kam mirë. Vetëm sa me mbajt afër për shkak se më herët kam marrë kredi për shumë 25.000 euro që më ka kërkuar prej 25.000 euro që më ka kërkuar. Dhe ajo ka qenë arsyeja për mos më të ardhë keq me mbajt sa më afër. Kokalla tha se nuk e kishte pyetur Murselin pse i nevojiteshin paratë dhe vuri në dyshim deklaratën e tij në polici se ai i kishte kërkuar një vit më herët që t'ia vras gruan, por deklaroi se ishte në dieni për problemet mes çiftit. Unë kam qenë në dieni që kanë probleme, na imi me të ngjirë tash gruan. Por nuk jam i vetmi person që jam në dieni që kanë pas probleme. Këto probleme kanë ditë dhe familja Demaj, kanë ditë dhe familja Naimit. Nuk jam unë i vetmi që kur ditë. Probleme ata. Por probleme, punë xhelozie, punë çësi gjëra. Pas kësaj gjyqtarja Fatime Dermako e mbylli për publikun shërtimin gjyqësor për shkak të natyrës së pyetjeve që lidhen me jetën personale të Murselit dhe të ndjerës Ademaj. Një grua shtatzëne e cila është punëtore në QKUK pati sot nevojë për ndërhyrje mjekësore. Kjo pasi që në oborren e institucionit shëndetësor u sulmua nga qend Endacak. Gjersa gjendja e saj është stabile, komuna dhe QKUK-ja po ja hedhin përgjegjësinë njëra tjetrës për menaxhimin e problemit me qend Endacak. Ditën e nisi me qëllim që të kryej shërbime mjekësore, por shpejt u nevojet që asoj të ofro diçka e tillë. Një specializante e internës, gjersa po kalonte brenda hapësirave të qendrës klinike universitare të Kosovës, u sulmua nga qend Endacak. Punëtoria e cila raportohet se ishte shtatzën, pësoi plagë në kokë për çka u drejtua në qendrën emergjente. Gjersa po vazhdon trajtimin e klinikën e kirurgjisë plastike sipas së dhënëses së QKUK-s, Majlinda Çuçalla. Me njëherë pas ngjarjes, ekipët mjekësore në qendrën emergjente kanë ofruar ndihmën e nevojshme shëndetësore. Aktualisht pacienti është nëm për kujdesje profesionale në klinikën e kirurgjisë plastike dhe gjendja e saj është stabile sipas mjekëve. Meqense ky nuk është rasti i parë i sulmeve nga qend Endacak brenda këtij institucioni shëndetësor, kërkesat ndaj komunës së Prishtinës nuk munguan. QKUK ka adresuar shqetësimet e saj përmes shkresave zyrtare drejtuar komunës së Prishtinës, duke kërkuar ndërmarrjen e masave konkrete për trajtimin dhe menaxhimin e qenëve Endacak në këtë zonë. Përkundër angazhimit të komunës për largimin e tyre, prap nuk është eliminuar tërësisht prezenca e qenëve Endacak. Megjithatë, nga komuna e Prishtinës thonë se kjo hapësirë nuk është nën përgjegjësinë e tyre. Hapësira në fjalë nuk është në kompetencë të kryeqytetit. Ekipet tona në disa raste në të kaluarën kanë reaguar me qëllim të adresimit të shqetësimeve të qytetarëve, duke ndërmarrë veprime në terren për kapjen e qenëve Endacak në atë zonë. Megjithatë, duke pas parasysh ndarjen e kompetencave institucionale, ajo pjesë mbetet jashtë përgjegjësisë së drejtë për drejtë të komunës. Mirë po nga organizata për mbrojtjen e të drejtave të kafshëve, drejtojnë gishtin pikërisht ka komuna. Për fat të keq tani ky qend do të jetë viktima e këtij problemi që ka shkaktuar vetë për Parim Rama, kurse ai mbrëm reklamohej për Bratislavës, domethënë tash nuk duhet me dënu qenin, po duhet me burgos zotin për Parim Rama se me pasteurizuar qend nuk është ndodh ky problem, po ky problem është i krejt Kosovës. Njësoj vlerësojnë edhe qytetarët e cilët kërkojnë veprime konkrete nga institucionet lokale. Komuna i ka fajt fjalë jep me mbledh me i të bu një vend, në anën tjetër vetëm fjalë as një veprim hiç. Ky nuk është rasti vetëm i raportuar i sulmit të qytetarëve nga qend Endacak në komunën e Prishtinës. Gjersa një shtetase e huaj raportohet se është gjetur pa shenja jete në shtëpinë e saj në Pej. Policia ka iniciuar rastin si vdekje të dyshim, ndërsa trupi i pajet është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për autopsi. Në vendin e ngjarjes ka ndalë njësitë policore dhe ekipi mjekësor, të cilët kanë konstatuar vdekjen e saj. Me vendim të prokurorit, trupi i pajet është dërguar në IML për obduksion. Rasti duke u hetuar, thuhet në raportin e policisë. Kryeministri Albin Kurti përmes një postimi në Facebook ka shkruar për të rënët në disa masakra tashe 27 vite më parë.
Fillimisht ai ka dedikuar për kujtim rastit të rëmbimit të djemve dhe të bashkëshortit të nënës Ferdonie në Gjakov. Më 27 mars 1999, forcat e armatosura të Serbisë ja rëmbyen asaj 4 djemt: Artanin, Armendin, Ardjanin dhe Edmundin, si dhe bashkëshortin Halimin. Bashkë me ta u zhdukën me dhunë edhe të afërm Efqin. Që nga ajo ditë nëna Ferdonie përballet me mungesën që nuk mbushet, me pritjen që nuk përfundon. Historia e familjes Çerkezi është plag dhe kujdes e përbashkët, shkroi Kurti. Po për nënën Ferdonie ka shkruar edhe shefja e shtetit Vjosa Osmani, e cila ka qenë për vizita jo në Gjakov. Ajo e cilësoi historinë e nënës Ferdonie si dëshmi të dhimbjes së madhe, por edhe të forcës së jashtëzakonshme të një nëne që nuk ndalet së kërkuari drejtësi. Ndrojmë temë, në Kuvendin e Kosovës është mbledhur Komisioni për Buxhet, në të cilin janë miratuar disa marrëveshje ndërkombëtare. Veç tyre në këtë trup të Kuvendit u miratua buxheti prej 3.6 milion euro për komunën e Zubin Potokut. 26 shqyrtoi buxhetin e komunës së Zubin Potokut për vitin 2026 dhe Kuvendit të Kosovës ja paraqet këtë rekomandim. Buxheti i komunës së Zubin Potokut për vitin 2026, si miratuar nga Kuvendi Komunal i Zubin Potokut me datën 18 shkor 2026, të pasqyrohet në tabelat buxhetore të ligjit numër 10 L001 mbi ndarjet buxhetore për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2026. Bëhemi gati për votim, kolegë deputet. Kush është për këtë rekomandim? A kemi vota kundër? A kemi abstenime? Konstatoj që me 7 vota për, 0 vota kundër dhe asnjë abstenim, kalon kjo pikë e rendit të ditës. Dëm financiar po thuhet se ju shkaktua qytetarëve me llogaritjen e shpenzimeve të energjisë elektrike. Për këto pretendime të LDK-s, Visar Azemi sot dorëzoi dëshmi pranë zyreve të kesit, ndërsa kompania paralajmëroi se do të sqarohet më 1 prill. Nga këto pajisje bëhet matja e shpenzimeve për energji elektrike. Por dyshime se kjo llogaritje po bëhet në mënyrë të gabuar duke pretenduar se KEC po manipulon e vjedh kanë nga një subjekt politik. Madje dëshmi rreth kësaj prezantuan këtë premte para zyrave të kësaj kompanie zyrtar të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Plot dëshmi këtu që keni mi po edhe vetë, du mi au dorëzu, mi u kallëzu që faktet nuk rajnë. Këta po rajnë, sepse kanë inkasu tyra, mjete financiare, paljet që ndaj qytetarit Kosovës dhe kanë dalë, kanë thonë që po manipulohen dhonat. Për këtë, Visar Azemi nga LDK-ja thot se qytetarëve duhet ju kthehen parat. Sa i madh është ky manipulim, sa pare ka kushtu ky manipulim, dhe këto pare duhet më u kthy. Pra duhet më u kthy qytetarët e Republikës Kosovës. Veç para mediave, këta provuan të kërkojnë llogari edhe nga vetë kompania. Le të na shpjegojnë si ka ndodhur kjo punë, çysh tarifohen me tarifën e lidhur me shtrajk dhe le të nisin pastaj hetimet edhe nga ana e tyre për me tregu sa e madhe është ky skandal. Por kur u drejtuan brenda procesin, su lejuan ta përcjellin edhe mediat e brenda hasën në probleme edhe vetë. Se mu përmali në shkumitë të të po shtetënor po thoshtë nuk e Okej, faleminderit. A mo kamerat jo? Kamerat rinj këtu. Krahas kësaj, Azemi dorëzoi dokumentet që tha se janë dëshmi për vjedhje. E sqarime rreth kësaj situate paralajmëruan nga KEC-i që njoftuan se do të mbajnë konferencë për media më 1 prill. Por cili është qëndrimi i qytetarëve rreth shpenzimeve të rrymës? Me penzia që shmjorra. Penzionerat, ujt, rryma, tatimet, kret, që të për të bëhen edhe kur gjanë 150 euro penzi. Kom lokal në lagjën Arbria edhe banoj në Ulpion. Në Ulpion përputhet ora, do të të numrat e kohës, a në lagjën Arbria është do të të 2 motor ndryshon, dhe në orë të natës. E njohësi fushës së energjisë, Adhurim Haxhi Musa sqaron se pse nuk mund të bëhen manipulime me njësor. Me thonë që është manipulim, është e gabim, mirë po është, në anën tjetër është e papranueshme që orat me pos devijime, ka shtonë ku mbi 80% e ora me pos devijime në kohën se kur e llogaritin
tarifën e natës me atë të ditës. Por në rast se dëshmot një gjë e tillë, Haxhi Musa thot se qytetarët mund të bëjnë ankesa. Me bën një ankesë tek zyra për ankesën e konsumatorëve tek KECE, dhe ajo ankesë padyshim se dorëzohet tek zyra rregullatorit të energjisë, dhe ajo merr përsipër edhe analizon këto, edhe duhet të në farë forme duhet të shpërblehet ose të kompenzohen, jo të shpërblehen, por të kompenzohen konsumatorët në rast se ka pas devijime të tilla. Kryetari i Prishtinës Parim Rama ka bërë të ditur se qarkullimi i mjeteve bujqësore përfshir motokultivatorët, multikultivatorët dhe makineritë e tjera të përdorura për punë bujqësore është ndaluar në kryeqytet. Rama theksoi se Policia e Kosovës dhe Inspektorati Komunal do të ushtrojnë kontrolle të vazhdueshme dhe do të ndërmarrin masa të menjëhershme ndaj çdo shkelsi. Ai u bëri apel qytetarëve dhe operatorëve të respektojnë këtë vendim për të garantuar sigurinë dhe qarkullimin e rregullt në rrugët e kryeqytetit. Këtë diele do të bëhet ndrimi i orës, ku akrepa do të zhvendosen 60 minuta përpara. Në orën 2 të mëngjesit, ora do të kalojë direkt në 3, duke shënuar fillimin e orës verore. Ky ndryshim është bërë pjesë e një praktike që zbatohet në shumë vende të botës me qëllim shfrytëzimin më të mirë të dritës natyrore gjatë ditës. Ndrimi i orës ndodh 2 herë në vit, në të dielën e fundit të marsit, kur ora shkon përpara, dhe në të dielën e fundit të tetorit, kur akrepat kthehen 60 minuta prapa, duke rikthyer orën dimrore. Ndrojmë temë. Një shtetas serb i identifikuar si Momčilo Gajić, i dyshuar si organizatori një grupi që ka shkaktuar incidente raciste në Paris dhe Berlin gjatë vitit 2025, raportohet se po qëndron në Moskë. Sipas një hulumtimi të Radio Evropa e Lirë, Gajić është parë në janar të vitit 2026 në kishën Shën Pjetri dhe Pali në Moskë, e cila shërben si përfaqësi e kishës ortodokse serbe në Rusi. Në fotografitë e publikuara, ai shfaqet në një rol qendror gjatë ceremonisë fetare. Gajić dyshohet nga drejtësia serbe se ka organizuar një seri sulmesh me motive raciste ndaj komuniteteve hebraike dhe muslimane në Francë dhe Gjermani. Ai arriti të shmanget arrestimit, ndryshe nga 11 antar të grupit që u ndaluan në Serbi në shtator të vitit 2025. Sipas dokumenteve gjyqësore, ai kishte lidhje të ngushta me shërbimet ruse të inteligjencës dhe vepronte sipas udhëzimeve të tyre. 3 antar të grupit kanë pranuar fajsin dhe janë dënuar për spionazh dhe nxitje të urrëties racore. Grupi kishte kryer disa akte vandalizmi, përfshirë hedhjen e bojës në Muzeun e Holokaustit dhe në sinagoga në Paris, vendosjen e kokave të derit para xhamive, si dhe instalimin e skeleteve pranë memorialeve hebraike në Berlin. Këto po e përmbyllim edicionin e lajmeve për sonte. Ju falenderoj për vëmendje, mirëmbëjtje.